Po. Café do amigo. Sera 2 metrë gjithë e qatë. Gati 1 metër ponjë, ha? 1 metrë në tepër qatë po. 1 metrë e gjysë. 1 metrë e gjysë vetë. Një dy prova, një dy. Pra zotëri, si quheni? Daniel Tafa, Në cila zonë jeni? Linac, Elbasan, Bashkia e Cerrik. Bashkia e Cerrik, po. Ju jeni prekur nga kushtet atmosferike, nga dalja e lumit të vollë? Jo, nga dalja e lumit të vollë na keq menaxhimi, sepse para dite lumi prrua, kurse mbas dite thonë hapës se ju mbytëm. Njoftojnë me llaf kur bëhet katastrofa më e madhe. Është keq menaxhimi i gjithë, Keq menaxhimi i kujt? i banjës. Komplet i banjës. Nga aty varet çdo gjë këtu për ne. Ju thoni që liçeni i banjës janë Është problemi më i madh. 2 herë për mytë, 2 herë për mytë në njëjtë muhabet. Me llaf të bëjnë ndërmarrje shteti për këtë lloj. Marrin masat, marrin çdo gjë me llaf që është e mundur. Ku janë hapur digat. Po. Vetëm nga digat varet çdo gjë këtu. Gjë tjetër s'di ç'a thuash. Shikoni gjendën si është katastrofë. Të shikoni serën tjetër janë 5 dulym ser. 5 dulym. Të shikosh janë mbi 3 dulym të tjera jashtë. Të mbjella me llaf që është lagër. Ta shikosh ti këtu. Është gjendje, nuk e di. Për këtë arsye kërkojmë ndihmën shtetit, vënë na japën mundësinë, me llaf, se ne nuk mundemi më t'i mbjellim asnjëherë. Edhe këto nuk bëhen më. Për këtë sezon. Ju kanë ardhur nga bashkia, nga Kanë ardhur, janë interesuar. Për kontrollit të gjitha. Po, kanë ardhur, janë interesuar. Janë interesuar me llaf, po me mundësinë, brenda mundësive që kanë me llaf, me ato mundësi kanë ardhur, kanë pyetur. Me çfarë kishin mbjellur serat? Komplet janë lagër. Komplet lagër. Sa për llogaritë domi afërsisht? Ça të shikosh këtu me llaf, këtu sikur ta llogaritësh edhe me 2 kg janë 200 kujtal. Të shikosh serën tjetër është e njëjta gjë me llaf, llogariteni. Të shikosh të mbjellat jashtë janë pemt, janë të gjitha me llaf, janë shumë dëm i madh. Për mua është një jo mbytje, po një litar në fyt për këtë. Çfarë do bësh tani? Njëra nga këto dyja është o ndim shteti që të fillojmë nga e para, ose do marr familjen do iki nga isha. Kam 3 vjet jam këtu, komplet lekt i kam investuar, i kam marrë gjithë këtu në këtë vend, kam 3 hektar tokë. Edhe tani do ngre duart përpjet, o do iki, ose po më dha ndihmën shteti, mund të vazhdoj. Ke jetuar në shtetit? Po. Në Greqi apo? Në çdo vend kam qenë, në Greqi, Itali, në Angli, në llaf kam qenë, por tani këtu që katastrofë. Pa ndihmën e shtetit ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë këtu. Jo unë, po çdo lloj fermeri me këtë gjendje që është shumë keq. Po për sa i përket gjë së gjallë, Kam një lop, një 5 viça, i kam atje dhe ata ishin në sekondat e fundit, po që kismet se hapën akoma digën, edhe mbjetuan. Ishte gjendja më skandaloze. Të shikoj ti këtë truri. po kanë ardhur kulluse këtu janë pastruara. Po pak a shumë janë të pastruar, dhe tani u pastruan si pruje me llaf edhe shumë gjëra tjera janë pastruar. Po kjo nuk është nga kanalet, kjo është vetëm nga diga. Keq menaxhimi i digës. Hapja e digës me llaf pa si ta quash. Faleminderit. Faleminderit ju. Nëse jemi shumë gisa të bësë. Sa ditë majti ujti këtu? Po thoj 3 ditë. 3 ditë ujti këtu? Po thoj 3 ditë. 3 ditë. Në llaf sot është që ka ikur uji i gjithë. Sot. Shumë. Që ka pa kallosh. Keq. Po s'u tha kjo? As nuk tha. Kjo duhet pastruar, ta heq ta pastrosh gjithë. Ti hapësh të gjitha, edhe atë Nga pis hapës e lartë gjitha. komplet me tavan me çdo gjë. Në llaf duhet i ngresh, ta hapësh sterën, ta pastrosh. Rrugë tjetër s'ka. Sot të dam. Inshallah po vjen dorë apo? Inshallah dorë Zotit në llaf. Inshallah.
bie dorë mbi fermerët, jo unë, po janë të gjithë. Atë duket. Janë të gjithë të mbet. Është gjëna. Jo, ore, ti. Atëherë, si paraqitet situata? Situata në Bashkinë Cerrik, për sa i takon përmbytjeve, normalisht që nga shirat që ranë të dendur, që ishte një sasi shumë e madhe e cila nuk u përballua edhe nga kanalet kulluese që janë hapur dhe janë nga dishmëri. Megjithatë, ndikoi shumë hapja e portave të hidrocentralit të Banjës, i cili shtoi volumin e ujit në shtratin e Lumit Devol dhe si rezultati i kësaj sasie kaq të madhe u përmbytën disa toka bujqësore, edhe dëmet që kishim konkretisht më të mëdha ishin në serë. Në fshatin Linës janë përmbytur serët e fermerit Daniel Tafa, rreth 4 dylym sera, i mbjell me produktet që është lakra me lakër, gjithashtu dhe gjithë sipërfaqja e tokës që ai kishte vetë këtu, po të mbjell me prodhime me lakër dhe me produkte të ndryshme. Një fermer nësa përmbytjet e tjera pati që kishin dëme konkrete, kishte edhe në fshatin Selit. Edhe atje u përmbyt disa fermer, që të cilët kishin mbjell kultivuar në serët e tyre produkte bujqësore, dhe këto rreth ke 5 dylym që janë përmbytur. Gjithashtu, Lumi Devol ka gryer, po në fshatin Selit, gati 1 hektar e gjysmë të mbjella me ullinjt, i cili ka marrë bashkë me ujë me rrjedhën e lumit. Dëmet e tjera nuk kemi konstatuar deri tash, me përjashtim të këtyre tokave bujqësore që ishin të mbjella, gjatë të cilave uji për momentin është tërhequr në këtë kohë që ne po flasim, por 2-3 ditë këto sipërfaqe mbeten të mbuluara nga uji, si rezultat, ashtu siç thash më lart, si rezultati i rreshjeve të dendur që ranë gjatë gjithë kësaj kohe. Bashkia menjëherë me marrjen e kësaj mori masat e duhura, ne i kemi qëndruar afër fermerëve për t'i ndihmuar në ato raste ku ishte mundshme të ne bënim punën tonë. Gjithashtu kemi ngritur një grup i cili po bën verifikimin e këtyre dëmeve në terren. Edhe sot që ne po flasim, ishim konkretisht, jemi në fshatin Linas, mbaruam në Selitën, po vazhdojmë tash me gjithë fshatrat që do bëjmë verifikimin e këtyre dëmeve që kanë ndodhur nga këto përmbytje. Ka në gjë. Jo, më merr ata nesa, ata kanë filluar gjëra që ti fusin ujë, po sulati mund drejt. Jo, po bëra gabim janë në kuptim. Komplet e mëshira.
Si që ka dalë ai, që ka ai